na ka ardhur një letër tjetër, që mua më duk shumë interesante të ndaj me ju. Të falenderoj. Ta lexoj, faleminderit shumë. Edhe kur janë të vogla motrat, nëse janë emocionalisht të lidhura me vëllain e tyre, janë problem. Sidomos kur janë në familje jo të shëndetshme, gjithmonë femrat e familjes janë problemi. Kanë një ndjenjë pronësie ndaj vëllait dhe ndaj jetës së tij personale. Nuk njohin as kufi dhe as privatësi. Unë udhtoja shpesh me të dashurin tim, sot burrin dhe babain e fëmijës tim, dhe ato i shkruanin: udhëton me botën e jo me ne që jemi familja jote? Ndërkohë, 4 vite më vonë u fejuan, u martuan dhe çuditërisht tani askujt si plas më për vëllain e tyre të dashur. Dhe kur u bë me fëmijë, vinin në shtëpinë tonë dhe nuk respektonin asnjë kufi që i vendosja për gocën. U bë aq problem se më thonin: "A je sigurt që ke me vëllain ton gocën që nuk na le ta postojmë në Instagram?" Sot burri nuk i flet motrave. Dhe vajza, mbajni mend të, sa po martoheni me atë që sjell lekë në familje, motrat, qoftë më dha, qoftë të vogla, gjithmonë ju shohin si konkurrente, sikur i keni marrë vëllain. Ai kthimi nuk më pëlqeu. Like, Jam unë këtu, ju e qepni. E po tash kjo është e tepër. Do me A thënë. ke fëmijë vllain ton? le ta rimarim pak. Janë të fejuar. Po. Kanë qenë të lidhur, janë të fejuar. Motrat thon, udhëton me botën dhe jo me ne që na ke familje. Kjo vajza Sa me të shqiptar cilën që ky ke po fjalia. ndërton familjen, është bota, ndërsa këto janë familja. E kuptoni se sa toksike janë familjet shqiptare? Më thënë, dhe unë prandaj thash Gjesi pak më parë që unë mendoj që kjo vjen nga nëna. Nëse një familje, nëse motrat e një familje kanë të tilla probleme me të fejuarën partneren e vllajt të tyre, problemi më i madh për mua është nëna, sepse nëse nëna nuk ka ditur t'i rrisi këta fëmijët, kështu do jenë dhe motrat. Ato e dëgjojnë diku, se nuk ka shanse motrat jenë të vogla dhe të kenë të tilla sjellje. Udhëton me botën dhe nuk udhëton me ne. Dhe Sa fjali shqiptar që është kjo. Kjo është fjali mami. nuk ka se si ta di fëmijët e vegjël udhëton me botën dhe nuk udhëton me ne. E kanë dëgjuar patjetër në një darkë ku Është janë fikse ulur në nëna tavolinë. pasive agresive që e thot kështu edhe pastaj nuk flet më, e mbyll gojën. Flasin ato të tjera, ato çafkat. Motrat. Çafkat që në rastin e Gjesit është Gjesi çafka. Jo, nuk flas kështu, jo, nuk jam kaq negative ajo- vëlla. Mirë, Kjo se e bëra bal fëmis. tani, nuk je dhe aq. Çafk. Yeah. Po, ajo e fëmisë është e tmerrshme. Ua, që nuk ajo respekton është e kulmi. limitet. Edhe a ke me vllajin ton fëmijë se ajo pastaj kalon. Po, mua më mërzit fakti që ajo tha tani vllai im nuk i flet me motrave. Si? Është Unë zgjedhja mendoj që më ai ka mirë. qenë ai super burr. Bravo qoftë gocë që ke gjet, ajo është super burr. Ai ka zgjedhur familjen e tij në këtë rast. Do të thënë, më bëhet qefi për atë rast, po e di se nuk më pëlqen sepse unë kam menduar gjithmonë që ne si brez nuk do jemi për shembull si babi dhe mami janë që nuk flasin me xhaxhin ton, hallat që kanë këto probleme, flasin me tezet. Dhe kam menduar që ne jemi më ndryshe, pra unë nuk e konceptoj dot për shembull që unë me motrën dhe vllajin tim nesër pas nesër të takohem një herë në vit, siç takohet për shembull mami me vllajin që e ka në Amerikë. Këto edhe nuk do doja që se ne e kemi thy këtë, nuk mendoj që Po ky rast është pak ekstremist, si rast, jemi thyer është vërtet. Në rastin që ty të ndikoj në mirëqenien tënde dhe të familjes tënde, për mua është absolutisht zgjedhja më e mirë. Është zgjedhja më e Si mund mirë. të thuash ti, a ke ti me vllain ton? Dhe për faktin që nuk e linte ta postonte në social media, se ti e di kur ju ti çfarë problemi ke? Di unë poston se poston. Çfarë është shumë dasha keqe. Po të paktën se zakonisht këto që kanë pas luftra kunatar zakonisht i kanë marrë dhe bravo atij çunit që e vërtet është. Se unë e di që para herës son lufta kunatat që ndanin lufta kunat vjerë gjithë muhabetet kështu që janë. Këto kunatat thot. Po, kunatat i ndanin për shembull çiftin. Që i ndanin nga në të rast ka fituar tjetri. Me magjira. Jo, në rast kur për shembull niveli fundit kur nuk po bën më kjo. Familja kanë nëse që çuni ka që shumë ndikuar nga motrat dhe nëna, sa në fund fare ka të ndahet. Këta janë këta molomënat për cilën ne folëm episodin e kaluar që nuk duhet i merrni fare për burra, se një burr që është burr e ndan shapin nga sheqeri dhe i thot nënës ose motrave të veta, vendi yt është këtu, vendi kësaj që un kam në krah është këtu. Ndryshojnë pastaj në rast se marrëdhëniet janë të komplikuara dhe edhe e fejuara ka ndonjë problem që disrespekton familjen tënde, se aty jam dakord unë që të filloni të rriqni veshin edhe të fejuarës, por në rastin që fejuara shef hallin e vet dhe ti ke një nën toksike ose motra toksike, për mua po ti e kupton kur ajo nuk po sillet si duhet. Kupton ti çdo më thon të kesh 3 gra me një mashkull si manipulohet, qoftë nga fejuar, qoftë nga motrat dhe nëna,
ai shkret se do të bëj më, nuk ka çfarë bën më pas ngel kështu këtë besoj unë. Jo, A është fëmia ime apo jo? Jo, në rast. Jo në këtë rast. Shiko, në rast të tjera them që është me vërtet që nuk ka kë beson. E di çfarë mendoj unë që një çun që është rritur në një familje të tillë me një frymë të tillë, pra me këtë nën në rast të parë dhe me këto motra, padyshim që ty do të shfaqet ca sjellje. Do ketë patjetër një sjellje që ty nuk do të pëlqejë. Ka dhe një gjë që ti je shmame në fillim. Dhe nuk ka, se kur është për shembull çun shumë i mirë, por shumë çun i urtë, e kupton që slet shumë mirë me ty, por nuk është tip agresiv që ngre zërin për tetë, kupton? Dhe ka raste kur shkon ndodh ky sherrri me kunat ose me nënën dhe ky shkon tek ato i do shumë nga njëra, nuk di çfarë thot, do ty do shumë dhe pastaj bëhet për plasja. Po jo, po them unë që ti e ke parë që në fillim në njohje këtë djalin se çfarë sjellje ka që a mund të ngrihet të mbrojë ty, po e them në shqip, pra të stand up for you. Nëse do të dali përballë motrave të tij ose nënës së tij. Po nuk ka beson në raste të ndryshme, se ka pas plot të raste që nuk ka pasur se këtë zgjedhje ose si të ndajë gjëra probleme. Po në rastin që ty të vrapon motra drejt makinës me vrap tek vendi i parë për të ulur se nuk po do që tulet në vend parë me ty dhe do të lëri nusën mbrapa, qartë as ti e kupton kush është problemi, nuk është motra. Domethënë nuk është nusja, është motra. Ore, çon dhe se vrasë mendje fare, më kush kush para, kush mbrapa. Po jo, më se duhet ta po jo, mëse tani, nëse unë mendoj që nëse partneren tënde e bezdis diçka, ti çdo gjë qoftë do ta marrësh parasysh, jo, se prandaj e bash. Ka thënë në rastin kur ti nuk e shpresh akoma që këtë bezdis, ai e merr për të mirëqenë, e kupton? Po pastaj kur shpresh, nuk e mendon dot që domethënë motra të çon dashurën nga karrika tulet mbrapa edhe ulet vetë para. Për shembull, në këtë rastin e letrës që ne lexuam, unë do ta gjykoja shumë keq këtë çunin nëse për shembull pasi ato kanë thënë a ke fëmijën me vllajin ton se ti nuk po na lë ta postojmë në rrjetet sociale, nëse ai do vazhdon të fliste njësoj. Sepse si dreshin ti mund të thuash njeriu tim, partneri tim me cilin unë po ndaj jetën, a e ke me vllajin tim këtë se s'po na lë ta postojmë të fëmijën. Ato telenovela fare. Telenovela tine, a e ke me vllajin ton fëmijën. Sa budallaqe. Ne jemi të rritur shumë në mënyrë shumë të keqe toksike. Domethënë këto kanë një ndjenjë përkatësie që nuk ju takon, pas nuk me çunat. Po me çunat nuk patjetër se nuk e parti ndonjë vlla të zihet me të dashurën e motrës për vëmendje. Bën shok mundësisht. Bën bravo, bën shok dhe respektojnë shumë njëri tjetrin, ndërsa motrat çunat nuk kanë aq drama, edhe si drama dhe këtë konkurrencë nuk e kanë. Po, se ne nuk e kemi konkurrencën si femra vetëm me motrat të dashurve. Po, kemi përgjegjësi si femër. Domethënë edhe në punë femra me femrën e kanë, sado që është kjo girl kot e kanë gjithmonë dela ajo. Ándale.